Por akove ma turp me nejtë në kryet shtetit, më udhëheq një shtet, një njeri që për 3 vjetë, për shkak të noti ti, na i ka bo Shkupin krejt me bërlogës. Thjesht i not personal i Mickovskit, ne nuk mundemi me dalë në Shkup me ecë prej bërlogëve. Dëgjoni mirë, bërlogë, deturinat. Akove ma turp, por i notin e ti që ka pos luftën personale me ish krijetarën e Shkupit, Danela Arsosta. Si ka qenë e zedhura e Mickovskit më udhëheq Shkupin. Unë nuk e di që ai njeri mundet me sjellë bereqet në Maqedoni, as për palën e VMRO-s srpska, as për palën e VMRO-s shqiptarska, as për palën e VMRO-s bullgarska, as për shqiptarët albansin në Maqedoni. As për turqite, as për romit. Dhe më thonë, komplet njeri i dështuar, dhe kur fletë sot për haqimin e Brvenicës, aje konsideron haqimin dhe haqimat tjerë që i kop gjoja për veshi, akoma me një nivel më të ullë se sa bërlogët e Shkupit.